Mirë, do të vazhdojmë me një lajm të fundit. Trajneri Dietmar Bicaj ka mbyllur bashkëpunimin me ekipin e Lushnjës. Gjithçka ka ndodhur pas situatave të fundit në klub ku rezultatet kanë munguar dhe ekipi ka vuajtur nga oscilacionet e njëpasnjëshme. Trajneri Bicaj sot ka pasur një takim rreth 30 minuta me kryebashkiaken Eriselda Sefa në Bashki, ku të dyja palët kanë parashtruar problematikat përkatëse. Trajneri ka kërkuar me ngulm ndërhyrje dhe blerje të reja në merkato në mënyrë që ekipi të ndryshojë fizionomin e brisht të lojës, ndërkohë nga ana tjetër Bashkia insiston të ketë futbollist me pagesa sa më të ulta, me qëllim minimizimin e shpenzimeve. Kriza e krijuar ka ndikuar në lojë dhe në klasifikim. Lojtarët kanë 3 muaj që nuk paguhen dhe madje ushqehen vetëm me një vak në ditë, ndërsa nuk grumbullohen para ndeshjeve që zhvillohen në Lushnje. Në mes të gjithë këtij konfuzioni, ideja e shitjes së klubit në ankante privati u mendua si shpëtim, por edhe kjo lëvizje nuk ka pasur rezultat, pasi nuk është gjetur marrëveshja. Mirë, me këtë informacion të fundit kemi mbritur në fund të kupit sportiv për sot, duke ju falenderuar për vëmendjen. Bashk, mirupafshim. Çdo ditë nis kështu. Këshilli i lartë i